Ligje të rëndësishme pritet të jenë objekti i diskutimit dhe miratimit në sallën e Parlamentit të Shqipërisë gjatë këtij viti, pjesa kryesore të cilave e lidhur drejt për drejt me integrimin evropian. Kreu i Kuvendit Niko Peleshi nga mbledhja e grupit parlamentar socialist thotë se jeta parlamentare që rinis në 19 janar do të jetë mbushur me punë dhe me sfida. Projektligjet që lidhen me procesin e integrimit natyrisht do të jenë kryefjala dhe prioriteti i pa diskutueshëm që në seancat e para të këtij sesioni ne do shqyrtojmë ndryshimet e kodit penal për përmbushjen e piketave të Bashkimit Evropian, mbrojtjen e territorit, zgjerimin e lirisë së medias dhe mbrojtjen e gazetarëve. Do të miratohen ndryshime në ligjin për organet e qeverisjes së drejtësisë dhe rritjen e efektivitetit, transparencës dhe integritetit të sistemit. Për kreun e grupit parlamentar Tauland Balla, reforma zgjedhore dhe ajo territoriale duhet të jenë në vëmendjen e politikës. Duhet marrë fund qasja e papranueshme në vlerësimin ton për një vend antar të Bashkimit Evropian, ku vetë partitë votojnë e ku vetë partitë numërojnë dhe votat e tyre. Koha nuk pret më as për zgjedhjet e prill-majit 2027 i referohem zgjedhjeve vendore. Për një reformë më të thellë, e cila të përfshi edhe zvoglimin e numrit deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në 101 deputet. Kuvendi i Shqipërisë rikthehet pas pushimeve në seancë plenare pas ditën e 19 janarit.